Universiteti Nën Tereza publikoi vendimin preliminar dhe në bazë të rezultateve preliminare nga votimi i fshehtë, rektori është zgjedhur profesor Dr. Bekim Fetaj, profesor ordinar nga Fakulteti i Shkencave Informatike. Sipas listave zgjedhore të fakulteteve, të regjistruar ishin gjithsej 76 votues, në ditën e votimit votuan 74 votues, 73 të vlefshme dhe 1 e pavlefshme dhe 2 votues nuk e shfrytzuan të drejtën e votës. Kryetari i Komisionit të Zgjedhjeve Zoran Gacovski për Televizionin 21 konfirmoi se procesi zgjedhor ka ecur mbar dhe në frymë demokratike, teksa shton se deri sot nuk është paraqitur asnjë ankesë dhe sa afati kohor për parashtresa është deri të hënën. Nekoj spekulacije во врска со легитимноста на избирачкиот список, но јас ви тврдам дека на избирачкиот список се присутни сите членови во наставниот кадар. Значи сите професори се во избирачкиот список и немаше никој изоставен. Значи избирачкиот список е целосно регуларен, во кој што има и представници од студентите од секој факултет. Gara mes dy kandidatëve, profesor Dr. Bekim Fetajit dhe profesor Dr. Blerim Saitit, ishte shumë e ngushtë. Pas numërimit të votave, Fetaj u shpall fitues me 38 vota, gjëgjësisht 3 vota më shumë se kundërkandidati profesor Dr. Blerim Saiti, i cili mori 35 vota. Mandati i rektorit të zgjedhur zgjat 3 vjet, ndërsa rektori i ri Bekim Fetaj pritet që postin zyrtarisht ta marrë më 26 prill 2025.